ka ndonjë qark që gjykimin tuaj ishte më i qetë që nuk i kishe këto problematika, pra ose ta bëj gjykje ndryshe? Po. Çiko, nuk ka patur qark të qetë në kuptimin që zakonisht jugu është më i qetë. Të flasim reale tani, jugu i Shqipërisë është më i qetë. Qarku Vlorës apo Gjirokastrës, po jo sepse nuk ka patur ndërhyrje, ka patur probleme, por zakonisht nuk ka. Qarqet e tjera, Fieri, Elbasani, Durrësi, këto janë qarqe kur banditët elektoral, terroristët elektoral, këta duhet cituar terroristë elektoral. Sepse në momentin që ti si cilëson me një emër terrorist elektoral, përderisa ai nuk i lë qytetarët votojnë të lirë, quhet terrorist elektoral. Kaq, ky duhet të jetë definicioni sakt për ta. Tani qarqet në Shqipëri janë qarqet më të që kanë probleme janë Elbasani, janë Durrësi, pak Fieri, Shkodra, Lezhë mbi të gjitha dhe normalisht Dibra. Sepse unë nuk e kuptoj dot që Paku duke ditur që këto janë qarqet që kanë probleme, kanë patur probleme, dhe nuk kanë shkuar më. Ku i kanë grupet e punës? Ata që ndërtuan me prokuror të posaçëm, të gatshëm që do shkonin në terren dhe me oficera policie të BKH-s e kështu me radhë që do shkonin në terren. Kur ata nuk kanë shkuar asnjëherë në terren, aty kur janë thirrur janë telefonuar nga shtapet elektorale ose nga personat që kanë denoncuar një krim të caktuar. Kjo është ajo. Ja sot e Komunën e Parisit, shkojnë ndonjëherë ata Spakut, shkojnë prokuror atje, jo, nuk shkojnë. Po shkojnë morë atje. Drejtoresha u pa me zë dhe me figurë që ikën me vrap me çanta në krah. Ikën me vrap. Një njeri që ikën me vrap, do thot ka kryer një krim, ka kryer një krim, sepse një njeri pastër s'ka pse ikën që ndron aty thot çfarë do. Po thot, jam drejtoresh, po jam militant e partie, çfarë problemi ka? Po ti ikesh me vrap, tregon që ti ke fshehur diçka, ti po fshen diçka. Ti do t'i fshihesh i përballje me policin nëse do vive aty. Kjo është ajo. Dhe doli pasaj zoti Braçe tha, po jo tha, unë nuk i njeh kush ishte në zyrë. Po si njihet ti kush ishte në zyrë? Më fal, si njihet ti te zyra jote? Ti pretendon një zyra jote. Ata persona që ishin aty, si njoh gjithë Shqipëria që janë drejtues institucionesh, nuk i njoh dhe deputeti i tyre, po kjo është skandaloze më. Është skandaloze situata, kupton? Unë them që zgjedhjet në Shqipëri bën në kushte terrori psikologjik. Terrori psikologjik të jashtëzakonshëm, ë? Avokat, pra ju po më thoni që këto zgjedhje opozita në gjykimin tuaj nuk duhet i njoh. Unë nuk ka rëndësi fiton ose si fiton. Unë them, këto janë zgjedhje në kushte terrori dhe për mua këto zgjedhje të radhë duhet të përsëriten. Nuk ka rëndësi fiton apo jo opozita, apo ajo kush i fiton, nuk ka rëndësi ky. Problemi që ndron mua, e di kush më shqetëson? Mua më shqetëson këta palaçot, po palaçot të pacit, të pamoralshëm të partive të vogla. Të këtyre partive i do të bëjnë pjesë e sistemit. Këta palaço, që agron shjaj palaço, Adriatik Lapa një palaço tjetër, dhe një palaço tjetër si Alit Qori, që nuk dalin njerëz të denoncojnë këto krime zgjedhore. Këta palaço, që do bëjnë pjesë të sistemit, që pranojnë krime zgjedhore, dhe pastaj thonë, ne duam sistemi, po sistemi, si ta luftosh sistemi, kur lufton krimi zgjedhor, mo, palaço. Se këta janë të gjithë palaço. Jo një, janë të gjithë palaço. Dhe tani kemi dëgjuar në deklaratë, është e vërtetë kjo që ju thoni? Po si dëgjon ose janë palaço, e kupton, janë palaço elektoral, moj. Ata bën njësh me terroristët që vjedhin votat. Ky është problemi i tyre. Sepse këta mendojnë se duke mos sulmuar policin, duke mos sulmuar Spakun, mendojnë se do marrin vota. Jo, Spaku ka përgjegjësi sepse është krimje zgjedhore. Dhe ky është ajo që është duhet ngjitur me të madhe.